of the Republic of Kosovo. Në kontekstin e përvojës historike dhe rolin e bashkëpunimit ndërkombëtar, presidenti Vjosa Osmani gjatë një interviste për prestigjozën britanike BBC ka nënvizuar se Kosova e di se si arrihet paqja. Ky deklarim vjen pasi Osmani zuri vend në mesin e liderëve botror pjesë e bordit të paqes të presidentit të SBA-s Donald Trump, duke nënvizuar se Kosova ka shumë arsye pse është bërë pjesë e këtij mekanizmi. E para shtetit ka kujtuar se 26 vjet më parë Kosova ishte shkatruar nga lufta dhe se ndaj popullit të saj po kryhej gjenocid, ndërsa ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera demokratike shpëtoi jetë dhe i hapi rrugë paqes, lirisë dhe pavarësisë së vendit. Në kuadër të kësaj interviste në BBC, Osmani tha se ka shumë arsye pse Kosova është bërë pjesë e bordit të paqes, duke kthyer 26 vjet mbrapa dhe kujtuar gjithçfarë Serbia kishte bërë në kohë. Osmani tha se sot ne jemi sovran, jemi demokratik, jemi të pavarur dhe më rëndësishmja, fëmijët tanë janë brezi i parë në historinë e kombit tonë që nuk e kanë njohur luftën dhe që po e shijojnë paqen. Ai thekson se paqja arrihet vetëm përmes veprimit, duke kujtuar se si fëmijë lufte e rritur nën granata, ajo dhe brezi i saj jetonin çdo ditë në rrezik, ndërsa rezolutat e UKB-s mbeteshin vetëm fjalë pa veprim, deri në momentin kur SBA-ja ndërhyri dhe mobilizoi botën për të na ardhur në ndihmë, duke shtuar se arsyeja e parë është ky dallim mes krijimit të paqes dhe ruajtjes së paqes. We need a powerful international organization that is involved in peacemaking, in achieving peace. Ne kemi nevojë për një organizatë të fuqishme ndërkombëtare që merret me krijimin e paqes dhe arritjen e saj. Pastaj, natyrisht OKB-ja do të përfshihej në ruajtjen e paqes, gjë që është ajo që bën më së miri dhe që e ka bërë me mbështetjen e shumë shteteve, këtu në Kosovë për më shumë se 10 vjet, ka thënë Osmani. Presidenti i Republikës Vjosa Osmani është njëra nga 19 nënshkruesit e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativë të presidentit amerikan Donald Trump, me synim në rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare në këtë vend.